hypëm në skaf, s'kishim bërë akoma 200-300 metra, skafi u mbush me ujë. Por në momentin kur Elika e qolloi burrin këtu, dhe në këtë kohë dëgjoj zërin e gocës. Mama! Unë po mbyte, mami! I them tim shoqi rri këtu, i them sa të shkoj të marr Esmeraldën dhe të kthehem. Edhe në moment që shkoj atje kap vajzën e marr fort këtu, i them mami është këtu, i them. Mos u trembo. Edhe ajo më shtrëngon kaq shumë fort, dikush deta më tërhoqi nga këmbët, miku vajza. Bërtita sa fuqi kisha, dhe u futa në zhyt që të shoh ku më zhdu goca. Bërtit këtu e bërtit atje, Esmeralda. Nuk gjeta vetëm kapuçin e saj, që e kam akoma dhe sot. Unë kam jetuar 3 orë gjys brenda në det duke kuptuar gocan. Por një moment kthehem dhe bërtas Strasburg, Bajram, dhe nuk e gjeta burrin. I humbe të